محبة والهنا وطني أتذكر من آناء الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تندشن بسمتار فلندريمي تقبل الله سبحانه وتعالى مشيرة الله تشوفي في غامير تون محمد صلى الله عليه وسلم بشوق تي ذنبي تجد مسلمانët. Besimtarët duhet të kenë kujdes nga mëkatet, për shkak se mëkatet I prishin veprat e mira. Mëkatet dohen dy lloj në aspektin e prishjes së veprave. Lloji I parë janë ato gjunoa të cilat e mrin shkallën e kufrit, e të shirkut, e nifakut të madh. Ato I asgjësojnë të gjitha veprat dhe e asgjësojnë imanin. Lloji I dytë I mëkateve janë mëkatet e mëdha, të cilat nuk e arrin shkallën e kufrit, e të shirkut, e të nifakut të madh, por që janë mëkat I rënd edhe humbin shumë vepra, ose humbin shpërblimin e asaj vepre, ose humbin disa vepra. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, kul anfiku tawan aw karha lan yutaqabbalu minkum. Thuaj atyre të cilët kanë bërë mëkate, gjunohe, shkalla të cilëve ka arrit nivelin e kufrit dhe të shirkut, e të nifakut madh, thuaj thot Allah atyre, ju bëni veprat mira sado që dëshironi, edhe shpenzoni në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala sado që dëshironi, duke qenë të nështruar dhe Allah subhanahu wa ta'ala ose me ndonjë qëllim të tjetër, la yutaqabbal minkum. Nuk ju pranohen juve veprat e mira. Innakum kuntum qauman fasiqin. Për shkak se mëkatet e juve kanë mrin nivelin e kufrit. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. Shkaku pse nuk u pranohen veprat e tyre, Allah subhanahu wa ta'ala I përmend tre shkaqe. Në një, أنهم كفروا بالله وبرسوله, për shkak se ata kanë mohuar Allahun subhanahu wa ta'ala dhe të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. Ata kur të falen me pritesë, ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Edhe kur shpenzojnë, e urrejnë atë që e shpenzojnë, ose shpenzimin, dhënien e sadakas, nuk e kanë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thënë Ibn Kathiri, Allah subhanahu wa ta'ala pas më shëruar në komentimin e këtij ajeti, se Allah subhanahu wa ta'ala tregon se pa pas iman nuk pranohen vepra, nuk shkojnë te Allah subhanahu wa ta'ala. Qofshin ato të jenë namaz, qofshin jetë ai agjërim, qofshin jetë sadaka ose çka do tjetër. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. Për shkak se Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë, shkaku pse atyre nuk ju kanë pranuar veprat,
Ennehum kafaru billahi wa birasulihi. E është se e kanë mohu Allahun subhanahu wa taala edhe të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A ka mundësi dikush që e mohon Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të bën vepra të mira? Ka mundësi. Ka mundësi. Bën vepra të mira, edhe nëse nuk e beson Allahun, edhe nuk e beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk e beson ditën e fundit. Por veprat e tij të mira nuk pranohen te Allahu subhanahu wa taala, për shkak se kush për pranimin e tyre është imam i besimit. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Wala yatuna as-salata illa wa hum kusala." Për shkaqeve pse nuk pranohen veprat, është edhe pritesa për namaz. Pritesa për namaz është cilësia e munafikëve. Edhe pse përderisa ata falin namazin në sytë e muslimanëve dhe llogaritën musliman. Dhe muslimanët nuk e dinë të mbrëmshmen e njerëzve, të mbrëmshmen e tyre, zemrat e tyre i din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Por kujdes gjithë secili për veten e vet, nga se dembelia, pritesa është cilësi që hiqet. Nuk është cilësi që nuk mundet me hiq njeriu. Edhe gënjeshtra, edhe të gjitha veset e këqija largohen. Vetëm se kërkojnë vendosshmëri. Çdo kush prej besimtarëve që e ka një cilësi të keqe, ka mundësi me largu. Nuk ka mundësi më pas cilësi të keqe dhe atë nuk mundesh me largu. Për shkak se mëkatet të cilat i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala janë të përballshme dhe të mundshme për gjithë secilin besimtar me u largue prej tyre. Po tjetë ndryshe, njeriu nuk dënohet te Allahu subhanahu wa taala. Për shembull, Allahu subhanahu wa taala e ka bënë një vepër haram, ose e ka bënë një ushqim haram, ose e ka bënë një pije haram, por njerëzit nuk mundin me jetuar pa të. Atëherë çish është e mundshme? Anën në një anë nuk ka mundësi me jetu pa të, anën tjetër është e ndaluar me haram. Këto nuk bashkohen. Të gjitha ndalesat që i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në librin e tij, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, dhe cilësitë e këqija janë të mundshme me u largu. Vetëm kërkohet vendosshmëri. Edhe pritesa në namaz, nëse gjendet te dikush prej besimtarëve, ka mundësi me u largu. Dhe duhet me largu, për ndryshe, për ngjason ose mund me ra në rangun e atyre të cilët pritojnë për namaz, ata janë munafiqin. Thot Allah subhanahu wa taala: "Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum." Munafiqët mundohen me mashtru Allahu subhanahu wa taala, por Allahu a kthen mashtrimet e tyre kundër tyre. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Shenja kryesore e tyre në këtë ajet, thot Allahu subhanahu wa taala, është që kur quhen me fal namazin, quhen me pritesë. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Kur quhen me fal namazin, quhen me pritesë. Dhe këtu është një fakt interesant, se këta janë munafikë të cilët e falin namazin, por e falin namazin me pritesë, dhe Allah subhanahu wa taala i ka cilësuar ata munafikë në Kur'an. Kurse ata që s'quhen me u fal hiç, ajo është pastaj çështje tjetër. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas. Kur quhen me fal namazin, quhen me pritesë, cilësia e parë e tyre yura'una an-nas, cilësia e dytë kanë dëshirë të jetë me i bë ka falën këta. Kanë dëshirë edhe haki me fa që kjo për falet. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dhe cilësia e tretë e tyre është nuk e përmendin Allah subhanahu wa taala veç se pak. Disa prej komentatorëve të Kur'anit kanë thënë këta nuk bëjnë dhikr gjatë ditës, edhe gjatë jetës nuk e përmendin Allah veç se pak. Disa komentatorë tjerë kanë thënë këta namaz gjatë namazit shpejt e shpejt. Munduar me fal namazin sa më shkurt, sa më musht, sa më pak që është e mundur. Njëherë me mujt me thonë subhan rabbil ala, njëherë me mujt me thonë subhan rabbil azim, shpejt me lexu elhamë, shpejt me lexu inatajna, shpejt me lexu kulun Allah, sikur më konë zjarë. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hinte në namaz, qetësoi, e bënte rukun kadal, thoshte shumë kadal subhan rabbil azim. Subhan rabbil azim, thoshte shumë kadal subhan rabbil a'la. E lezonte suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, rrjedh shumë. Edhe surat e tjera
dhe leximet të cilat i bante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namazet e tij. Shkak një për shkaqeve për mos më pranu veprat, ose për më uprish veprat, ose për më uprish në tërësi ose pjesërisht, është edhe mëkati i cili nuk e mrin shkallën e kufrit. Mëkati i cili nuk e mrin shkallën e kufrit e prish ndonjëherë veç veprën, ndonjëherë prish më shumë se sa veprën për të cilën ka pas defekt në te. E ndonjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sjellë disa argumente që i prish të gjitha veprat për me kallëzuar rrezikun e atij gabimi. Thot Allah subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi." O musliman, mos e ngritni zonën e juve mbi zonën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. "Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'd." Ka jahri ba'dikum li ba'd. Edhe mos e thirrni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sikur se e thirrni njëri tjetrin, "An tuhbata a'malukum wa antum la tash'urun." Për shkak se nëse veproni kështu, kanë një humbë veprat e juve. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një herë në prezencën e tij e kanë ngrit zonën në prezencë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë nalt. Dhe ka zbrit ajeti ori besimtar, kur t'jen Muhammedi sallallahu alaihi wasallam aty mos i ngritni zonën. Edhe mos e thirrni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur doni me thirr sikur që e thirrni njëri tjetrin, se ai është pejgamberi dërguar i Allahut subhanahu wa taala. Kanë ardhur disa beduin, disa njerëz të cilët kanë jetuar larg civilizimit Medina, me pyet diçka pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe prej rruga që o Muhammed, po nuk thirret kështu, i dërguar i Allahut subhanahu wa taala. Nuk ngritet zonë të e thirr pejgamberin e Allahut subhanahu wa taala. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët jetonin me të, kur nuk e kanë thirr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në emër, gjithmonë po i dërguar i Allahut. Shkonin te shtëpia kur kanë pas me pyet diçka pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pritnin te dera me orë të tëra deri del vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tani këta me pyet. Ai kur ka ardhur pa adukat, s'ka pas vakt me prit. Edhe ka bërtit prej gjysës rrugës atje e Muhammed, dale kose po mbyhen. Nuk thirrësh i dërguar i Allahut subhanahu wa taala të kon gjallë ai, kurse kur nuk është gjallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edukata jonë është mos me ngrit zonën, as mos me çu polemik, kur thuhet ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, dhe hadithi përmendet me saktësinë e tij. Kur do që besimtarëve u lexohet fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata duhet me hesht. Duhet me hesht edhe mos me polemizu. Edhe fjallës e Allahut e fjallës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por shkak se një prej shkaqeve që i humb veprat është me ngrit zonën në prezencë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me bë arrogancë pasi që thuhet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu, ose pasi që thuhet që Allahu subhanahu wa taala ka thënë kështu. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum." O ju besimtar, nështroni Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe mos i shkatroni veprat e juve, mos i humbni veprat e juve. Ka thonë Hasan al-Basri, Allahu subhanahu wa taala e pas mëshirua, veprat e juaja shkatruani me mëkate. Nështroni Allahu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mos i prishni veprat e juve, mos i shkatroni veprat e juve, veprat e juaja shkatrohen me mëkate. Pasi që ke bo veprat mira, ban veprat këqija. Pastaj veprat e këqija i prishin veprat e mira. Në ajet ka ardhur e kundërta: "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Veprat e mira i shlin veprat e këqija. Por Ibn Qayyim Allahu subhanahu wa taala pas mëshirua ka thënë mundësia është edhe e kundërta. Edhe veprat e këqija me i prish veprat e mira. Edhe nëse nuk arrin shkallën e kufrit, edhe nëse nuk arrin shkallën e shirkut e nifakut të madh, atëra ato i prishin veprat, ose vetëm veprën në fjalë, ose i prishin disa vepra. Për tyre të cilat që i prishin disa vepra, hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për atë që e humb namazin e ikindis. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kujna do që i ka lënë koha namazit të ikindis, pa fal, e ka humb, e ka vënu, e ka shty, o ka hija këshomi pa fal namazin e ikindis." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të është sikur me i humbën të gjitha veprat e mira
edhe me humbën gjithë shka që posedon prej pasunisë, e prej familjes, e vlatëve e gjithë shka që ka. Pse? Cili është shkaku? Shkaku e një mëkat. Cili është mëkati? Mëkati është vënimi i namazit e ikindis. Për te, kohëse përcaktuar për te. Për shkak se me falë namazin e ikindis, prej kohës kur hynë koha e ikindis, deri pak minuta para perëndimit diellit është i saktë. Kushdo që e falë namazin e ikindis para perëndimit diellit, aja ka namazin e saktë, edhe ka mrena kohës vetë. Por nëse perëndon dielli, ka hi namazi i akşamit. Kurse namazi i ikindis ka me të pa falë, ai duhet më falë abet. Edhe duhet me falë një herë namazi i ikindis, pastaj me falë të akşamit, në kohën e akşamit, por për shkak të këtij mëkati, për shkak të kësaj vanese, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë i humbin të gjitha veprat. Sa vepra? Kreç që ai ke bën. A hum haxhi. A hum Ramazani, pse ke vandu i kindin, po? A hum namazet e tjera që ke falë, po? A hum gjithçka. Për këtë kujdesi për besimtar duhet me qenë në nivelin më të lartë për namazin e veçanti, por për mëkatet në përgjithësi, mos me bë mëkate me të cilat e rrezikon veprimtarinë e tij me vite. Pastaj dietar kanë përmendur se vënimi i namazit të ikindis nuk e çet njeriu për fe, por çaq është gjuna e madh sa që veprat e kaluara ti çet në zero. Pastaj dush me anis për të porës. Njeriu ka me besimtar, nuk u bë kafir. Ama duhet me fillu për të porës, mos me llogarit për veprat që i ka bërë më përpara. Një pjesë e komentatorëve të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë këto hadithe do të ngjashme me to, tregojnë për ashpërsinë e mëkatit. Edhe nëse nuk e kam rrinë nivelin e kufrit, e tregojnë ashpërsinë ose poshtërsinë e rëndë këtij mëkati, duke u krahasuar me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilin thotë: la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk bën amoralitet ai i cili është amoral, vetëm në kohën e amoralitetit nuk është besimtar. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk e bën atë mëkat duke qenë besimtar. Ehli sunneti dhe xhamati besojnë se amoraliteti nuk e mrin shkallën e kufrit, por se poshtërsia e tij është kaq e rëndë sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pruar një shprehje të rëndë në këtë kohë nuk je besimtar. Pastaj a ngrit imanin mbi kokën tonë, e kthehet përsëri, a janë zhduk veprat të gjitha, pastaj kthehet vetëm nëse pendohesh. Veç duhet me ditë se shprehjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë shumë të ashpra, edhe për atë i cili e vonon namazin, me i kalua koha e tij, edhe për atë që bën mëkate të cilat poshtërsinë e tyre e kanë më të rëndë se sa mëkatet e tjera. Po ashtu prej veprave ose prej gabimeve mëkateve të cilat i humbin veprat, në këtë rast vetëm veprat në fjalë, thotë Allahu subhanahu wa taala: ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O ju besimtar, mos i humbni sadaqat e juve, mos i humbni lëmoshat e juve që keni dhënë fukarave të tjerëve, duke u krenuar me atë që e keni dhënë edhe duke u përmend të tjerëve. Janë dy veprime të cilat e humbin shpërblimin e sadakos. Një njeri ka dhënë sadaka shumë, ju ka ndihmuar fukarave shumë, e ka bërë hajrate për punë të mira që janë të shumta, mirë po ka marak mu livdue. Unë e kam dhënë këta, unë e kam dhënë atina, unë e kam dhënë qëta, unë e kam bërë ata, këtë nuk ka shpërblim. Këtë që këtë mëkat, që këtë gjëna që u krenua me sadakon e tina, ja humbë sadakon, nuk mërë shpërblim. Edhe duke në nëshmua njerëzit se zakonisht ata të cilët japin, e kanë një pozit më nalë se sa ata të cilët marrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se njerëzit të cilët japin e kanë një pozit më nalë, dashte ose s'dashte. Një njeri që ka pasunit madhe dhe një fukara që shkon me lyp të haj, këtë dënjoja di se këtë që ka pasunit e manë këtë pak më nalë. Ai që ka fukara e manë pak më poshtë, se pozita është e tillë. Tash këtë që ka pas ka dhënë sadaka, ama e ka përcjellë sadakon me ofendim, me nënçmim, me libra që to. Ose me bone e gabim në hera i që i ka dhënë sadaka, tani janë se përmend bone ty të këmë dhënë, unë ty ashtu, ti se kone.
Këto e prishin sadakat. Janë gjunohet të cilat i prishin veprat e mira dhe me atë nuk fiton shpërblim të Allahu subhanahu wa taala. Për të besimtarët duhet me qenë të kujdesshëm. Padyshim me qenë të kujdesshëm në veprat të cilat e prishin imanin, ato e mohimi, kufri, edhe shirku mi bë shok Allahu subhanahu wa taala në adhurim, edhe nifaku, dyshësia e madhe, për shkak se ato e prishin në tërësi imanin edhe të gjitha veprat shkojnë kot. Po ashtu dhe ne e lutim Allahun që këto vepra mos më qenë të ne, kurse ajo që janë të rrezikuar për tyre besimtarët janë mëkate të mëdha, të cilat asgjësojnë shumë vepra ose asgjësojnë një pjesë e veprave ose e zbejnë shpërblimin e veprave të Allahu subhanahu wa taala. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që të na bëjë për atyre që gabojnë sa më pak, e kur gabojnë pendohen te Allahu subhanahu wa taala, e kur pendohen kthehen në gjendjen e mëpashme, sikur që s'kan bërë mëkat fare. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.